Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kombëtarja shqiptare e Kosovës është gati për përballje me Turqinë. Kosova i ka të gjithë lojtarët në stërvitje, kësaj nuk pret ndonjë mungesë në momentet e fundit. Në një konferencë për mediat para ndeshjes ndaj Turqisë, sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi u shpreh optimist. Besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifozët tonë, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrijmë suksesin dhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Besoj që edhe pse jemi lojtarë të ri, kemi kalu, kemi luajtur shumë ndeshje të mëdha si ajo në Azerbajxhanin, play-offi me Islandën, kështu që pak a shumë kemi eksperiencë në këto lojra. Futbollisti i kombëtarës shqiptare të Kosovës Fisnik Aslani thotë se janë gati të japin më të mirën për të poshtur Turqinë në finalen e play-offit. Sipas tij, triumfi i fundit në Slovaki u ka arritur vetbesimin e lojtarëve dhe janë të gatshëm ta dëshmojnë. Besoj që fitoria na ka dhënë shumë vetbesim, kështu që të martën kundër Turqisë shpresoj që kena më bënë një lojë shumë mirë, kena më marrë këtë tifozët nga vetit edhe shpresojmë që fitojmë lojën e shkojmë në kupën botrorit. Portieri Sassuolos Arjanit Muric, mbrojtësi portës së Kosovës, premton se do të bëjë gjithçka për të mposhtur Turqinë. It's going to be a beautiful day in Pristina and we'll give everything to try to get this win. And I think we deserved it and we'll give our best to deserve to take the win as well. Jemi gati dhe besoj se do të jetë një ditë e bukur në Prishtinë, do të japim gjithçka për të fituar, u shpreh Arjanet Muric. Sipas tij gjithçka varet nga ne. E kemi merituar, do të japim maksimumin për të marrë fitore, u shpreh portieri Sassuolos. Trajneri i Kosovës Franco Foda e konsideroi finalen ndaj Turqisë një ngjarje shumë të rëndësishme dhe se mundësitë janë të barabarta. Ai vlerësoi cilësinë e ekipit turk duke përmendur lojtarë si Yildiz Guler dhe Kalhanoglu, por theksoi se Kosova është e përgatitur për çdo skenar, përfshirë kohën shtesë dhe penalltit. Ekipi i Turqisë është shumë i fortë edhe në aspektin e lojtarëve individual. Janë kualitativ dhe ne jemi të mirë. Jemi në finale me plot merit. Gjasat janë 50 me 50. Ne do të bëjmë gjithçka për të fituar, tha trajneri i Kosovës Franco Foda. Trajneri kombëtares së Turqisë Vincenzo Montella nga Prishtina paralajmëroi se përballja me Kosovën është një finale dhe të gjithë ndjejnë presionin. Ai deklaroi se Kosova ka ardhur deri këtu me merit, nga ana teknike dallohet qartë struktura e tyre dhe ka një lojë dhe ide të qartë. Turqia nuk ka luajtur në botror që nga viti 2002 dhe Montella premtoi se do të bëjnë më të mirën për vendin e tyre pasi kanë 24 vite që nuk shkojnë në botror. Kombëtarja shqiptare e Kosovës sot do të përballet në orën 20:45 në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë me kombëtaren e Turqisë. Fituesja do të sigurojë biletën që dërgon në kampionatin botror 2026. Kosova dhe Turqia janë përballur 3 herë në të kaluarën me një bilans që anon dukshëm në favor të Turqisë. Në këto 3 ndeshje Kosova ka shënuar vetëm 2 gola, ndërsa ka posuar 12 duke reflektuar diferencën më të madhe në atë periudhë. Megjithatë, këto përballje përkas një kohe kur Kosova kishte nisur rrugtimin e saj në arenën ndërkombëtare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.